Një koncert në Shqipëri u kthye një moment I veçantë pasi u bë arsye që Heidi Basi dhe Romeo Veshaj të shiheshin sërish pranë njëri tjetrit. Megjithse nuk ishin të shoqëruar zyrtarisht si çift, prania atyre në të njëjtin vend ka ngritur dyshime për një ribashkim të mundshëm. Ishte një takim I rastësishëm apo diçka më shumë, po lind mes tyre, këtë do të zbulojmë më qartë në materialin në vijim. Nëse keni menduar se Heidi Basi dhe Romeo Veshaj nuk mund të ndodheshin më në të njëjtin vend pas ndarjes së tyre të komentuar gjithsesi, jeni gabuar. Disa video të reja që kanë qarkulluar gjatë kësaj jave në rrjetet sociale kanë nxitur sërish vëmendjen e publikut, pasi në to duken qartë dy personazhe të njohura në të njëjtin ambient, duke hedhur kështu hije dyshimi mbi lajmet për një ndarje përfundimtare. Pamjet të cilat janë bërë virale vinë në një moment ku marrëdhënia mes Heidi dhe Romeos ka qenë prej kohësh në fokusin e mediave roz dhe të publikut. Prej disa muajsh është aluduar se dyshja ka vendosur të japë fund lidhjes së tyre, megjithse asnjëri prej tyre nuk ka bërë një deklaratë publike të drejtë për drejtë në lidhje me statusin aktual të marrëdhënies. Heidi dhe Romeo u njohën dhe u afruan gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania. Aty lidhja e tyre nisi si një miqësi, por shumë shpejt mori rrugën në një romance që u ndoq me shumë interesim nga publiku. Dinamika e tyre, momentet e afërsisë, por edhe debatet e kthyen çiftin në një nga më të komentuarit dhe më të pëlqyerit gjatë edicionit të tretë të Big Brother VIP Albania. Pas përfundimit të këtij reality show, lidhja e tyre vazhdoi edhe jashtë shtëpisë, duke u dukur se po forcoi dita ditës. Në muajin gusht, u përhapën lajmet se Romeo I kishte propozuar Heidi gjatë ditëlindjes së saj, një gjest që u prit me shumë entuziazëm nga fansat e tyre dhe që u interpretua si një hap serioz drejt një lidhje më afatgjatë. Pavarësisht se çdo gjë duke se po shkonte në drejtimin e duhur, muajt e fundit sollën heshtje dhe mungesë postimesh të përbashkëta, çka ngriti dyshime për një krizë në qeft. Kujtojmë se Heidi Basi ka publikuar librin e saj të parë me poezi të titulluar Liminal. Libri përmbledh poezi të shkruara në gjuhën italiane, të cilat janë përkthyer edhe në shqip. Ky libër është edhe për Heidin e vogël, që dikush shkruante në tren, rrugës për në shkollë, pa e ditur se një ditë do guxonte të ndante botën e saj me të tjerët, tha Heidi.